Dëmtimi me Don Berishës në ndeshjen e fundit të serisë së ndaj Pizës e larmoi jo pak duke parë se mesfushori u largua në lot me Barrel nga fusha e lojës që në minutën e 11 të sfidës, por tani mësohet se ai ka pësuar një tërheqje muskulore në këmbën e djathtë, për fat jo aq shqetësuese sa mendohej fillimisht. Mediat pranë klubit të Lecces kanë zbuluar se mesfushori, i cili kishte qenë një nga lojtarët më të spikatur të këtij ekipi në Serie A, do të mungojë disa javë dhe shihet me optimizëm drejt kthimit të tij në gatishmëritë të trajnerit Di Francesco në janar. Ai do të humbas disa ndeshje të rëndësishme si ato ndaj Komos, Juventusit të Romës, ndërsa parashikohet të kthehet më së shpejti për ndeshjen e 11 janarit kundër Parmës. Megjithatë, në klubin e Lecces nuk duan të nguten me lojtarin i cili në sezonin e kaluar vuajti shpesh probleme me dëmtimet dhe rikthimet e tyre, ndaj nuk do të rrezikojnë mesfushorin duke aktivizuar para se të jetë rikuperuar plotësisht.